Bashkëpunëtorja e drejtësisë, Adela Kondakqiu, ka paraqitur mbrojtjen e saj në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të dosjes Veliaj Xoxa. Nëpërmjet avokatit, ajo ka deklaruar se nuk ka vepruar me synimin për të përfituar personalisht dhe se përfshirja e saj në aktivitetin e palishëm ka ardhur si rezultat indikimit dhe udhëzimeve të Ajola Xoxës. Sipas mbrojtjes, Kondakqiu nuk ka marrë asnjë përfitim nga veprimet për të cilat akuzohet. Gjithashtu, u theksua se ajo ka zgjedhur të bashkëpunojë me organet e drejtësisë, duke kontribuar në zbardhjen e rrethanave të çështjes, pavarësisht pasojave personale që ka përballuar. Në përfundim të seancës, mbrojtësit ligjor kërkuan më shumë kohë për hartimin e konkluzioneve përfundimtare. Gjykata e posaçme e pranoi kërkesën dhe vendosi ta shtyjë seancën për më 23 korrik, edhe pse prokuroria kishte kundërshtuar këtë kërkesë. Ndërkohë, Ajola Xoxa dhe disa të pandehur të tjerë po gjykohen me një proces të veçantë, pasi për ta është pranuar procedura e gjykimit të shkurtuar.